Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Sot ndaj shëmbulltyrën tjetër të Jezusit, të titulluar Shëmbulltyra e monedhës së humbur. Cila grua po të ketë 10 monedha dhe t'i humbas njëra, nuk ndez llambën, nuk fshin shtëpinë dhe nuk kërkon me kujdes derisa ta gjej. Kështu e nis shëmbulltyrën e tij Jezusi ndërsa njerëzit dëgjojnë. Në këtë shëmbulltyrë, Zoti na tregon se humbja nuk e ndryshon vlerën. Monedha nuk bëhet më pak e çmuar sepse ka humbur. Ajo është po aq e vlefshme sa që ishte më parë. Për këtë arsye gruaja nuk dorëzohet. Një figurë historike shumë interesante që më shiron këtë të vërtetë është gruaja me emrin Etty Hillesum, një grua hollandeze që jetoi gjatë periudhës së Holokaustit. Ajo nuk ishte politikane, as udhëheqëse, as luftëtare, ishte një grua e zakonshme që në mes të errësirës ruajti dinjitetin, dashurinë dhe besimin tek Perëndia. Edhe kur u dërgua në kampin nazist, ajo shkëroi: "Edhe këtu jeta është e bukur dhe ka kuptim." Shoqëria e quante të humbur. Por në të vërtetë, historia e sheh si një njeri të çmuar, një lloj si monedha vlera e së cilës nuk u shua nga rrethanat. Siç edhe filozofi Martin Buber do thoshte, vlera e njeriu zbulohet në mënyrën si qëndron përballë errësirës. Më lejoni të ndaj disa të vërteta që dua të mbesin tek ne sot. E para, humbja nuk e shuan vlerën. Monedha nuk bëhet më pak e vlefshme sepse ka humbur. Ashtu edhe njeriu nuk e humb dinjitetin, vlerën, sepse jeton në mëkat. Së dyti, Zoti kërkon me përkushtim personal të gjejë dhe të shpëtojë të humburin. Gruaja nuk e delegoi kërkimin e saj në shëmbulltyrën e Krishtit, ajo vetë ndezi dritën dhe nisi të pastrojë shtëpinë. Zoti nuk heq dorë nga kërkimi i njeriut derisa ta shpëtojë atë. E vërteta e tretë, gëzimi vjen nga restaurimi. Kur monedha gjendet, ka gëzim, sepse ajo që ishte humbur u rikthye, u gjet, u shpëtua. Shoqëria njerëzore shpesh i etiketon njerëzit si të dështuar, të humbur, të pa shpresë, të pa vlerë. Por Jezusi thot, humbja nuk është identitet, por është një gjendje e përkohshme. Kierkegaardi do të shkruante, njeriu nuk është ajo që i ka ndodhur atij. Pra njeriu nuk është ngjarja, por ajo që ai zgjedh të bëhet. Monedha nuk flet, nuk lëviz, nuk kërkon, por është e kërkuar. Ky është hiri i Zotit. Sot Zoti po na drejton këto pyetje. A besoj se vlera ime varet nga gjendja ime shpirtërore? Pra kjo është pyetja që Zoti dëshiron që ne të mendojmë. Kë po quaj të humbur? Ndërkohë që Zoti është duke e kërkuar. A jam unë dritë që ndihmon të tjerët të gjenden dhe të shpëtohen? Dritë në familje, në shoqëri, në kish. Dikush po pret që ti të ndezësh dritën tënde. A nuk tha Jezusi, ju jeni drita e botës dhe kripa e tokës? Çfarë përgjegjësie? Le të lutemi së bashku. Zot, më ndihmo të shoh vlerën edhe tek ajo që duket e humbur. Më bëj pjesë të kërkimit tënd, dritë në mes të errësirës, dëshmitar të shpresës së Ungjillit. Edhe kur ndihemi humbur, më kujto se për ty jam i çmuar. O Zot, më ndihmo që të ndez llampën e shpirtit tim dhe të bëj dritë kudo në këtë botë e errët. Dhe nëpërmjet meje të lutem arri, gjej dhe shpëtoj të humburit në shoqërinë tonë. Ndihmom që të jem shpresë, inkurajim, motivim dhe me dëshminë e jetës time të flas më shumë se sa çdo fjalë që mund të them. Bekoj, ndihmoj, udhëhiqi dhe drejtoj burra dhe gratë që janë duke më ndjekur dhe sot, o Zot, në këtë meditim, që të kuptojnë qëllimin e ekzistencës së tyre në këtë botë. Në emrin e Jezusit. Amen. Ju jeni drita e botës dhe kripa e tokës. Lutem që nëpërmjet jush, nëpërmjet nesh, Zoti të arrijë të gjejë dhe të shpëtojë atë që ka humbur. Atë që ka humbur rrugën. Zoti ju bekoft miq, mezi pres ju takoj sërish ditën e nesërme.